3 muaj ditë radhazi kemi pas çmime shumë stabile, se ka qenë edhe berza stabile dhe s'ka qenë lufta. Kanë qenë çmimet parapersisht një herë 12 cent deri në një herë e 20 cent. Këto kanë qenë çmimet. E sot çmimet janë rrit për 5 cent. Nuk ka panik te qytetarë, s'do të bëhet se çmimet janë rrit vetëm për 5 cent. Tona media çdo ku nafta, ku ta qesh vetëm për naftën jem duke fol. Na do të më fol për produktet ushqimore dhe produktet bazë, ku aty qytetari fundit kur ta merrsh një gjermant, ata shkon në autobus, hyp shkon punë, hyp biciklet shkon punë, e përdor transportin publik. Edhe na mujna nëse shumë nafta o shtrejt, atëherë mundet përdoret pak më tepër transporti publik, nuk është e keqe. Nuk është se kemi në gjendjen më të mirë transportin publik. Kryetari i shoqatës naftarëve nuk fol për speca Partizana në debat. Unë po të folit për çka unë më fol. Përveç Prishtinës, qytetet tjera nuk kanë transport lokal publik. Nuk kanë, asnjë qytet nuk ka transport lokal. Ja, që s'ka trafik. Autobusat të brendshëm brenda qytetit që sillen, autobus nuk i... Edhe lokal, edhe ndërurban, edhe urban ka autobusa. Ndërurban mund të kenë gjithat janë. Do me thonë, qofse nafta, unë e thashe herët është thuhet, mendohet që të shfrytëzohen këtu, shkaku se akoma nafta është lirë. Nafta mas shtrajti sot që e kinë treg, mund është me pas një... Po shfrytëzojnë si argument. Po unë si argument, kohën arshme, tashme, qofse hyp nafta ekstrem shtrajt, atër nga detyrohemi ashtu dhe shtu, të shfrytëzojmë ma tepër pak transportin publik. Pra, thoni që nuk ka bazë për zinxhirin tjetër tregtar që tris çmimet me njerë pasi të lëviz çmimi i naftës. Nafta qofse vazhdon qështu, që ky profa përcjell ka shumë. Qofse vazhdon kështu, $50 në ditë me hyp, do t'jetë ekstrem derivatet e nalta, me çmime më të larta. Se jo të vazhdu qështu, inshallah një fjalë popullore për them në shpirt, për them se kur të është mazha, kur është çmimi më i ulët, mund është tregtari fiton më shumë, se ashtë një mosh fitimit pak më tepër. Kur to çmimi një 60, një 80, ku do mi shtu çmimi, çfarë çmimi? Ta me blet qytetari, çfarë paga kem Kosovë? E bursës me pa, si po lëvizin, nëse është e mundun këtu s'paku ta kemi. Për të kuptuar, nëse ju mund ta shihni më mirë, unë nga këtu nuk po e shoh, ka lëvizje si është aktualisht. Po të lutem. Deshta mu pajtu me zotrin Berjani, sepse kur po rritën çmimet e produkteve bazë ushqimore, po dalin bizneset të ndryshme dhe po arsyetohen që po rritet nafta dhe po do të me rritë edhe çmimin e produkteve. Ndërsa kur po stabilizohet nafta, po ka një çmim stabil për një afat të caktuar, atëherë çmimet ose po ulet nafta, çmimet tjera të produkteve që ndikohen në mënyrë zinxhirore nuk po kanë reflektim. Me çfarë mekanizmi duhet ndërhyj shteti këtu? Çfarë mekanizmi? Nëse çmimet tavan nuk lejohen, ishte antikushtetuese, me çfarë mekanizmi? E thamë edhe më herët, oferta dhe kërkesa e balancon çdo çmim edhe e ofron çdo produkt. Ja që nuk po e balancon çmimin kombëtar. Atëherë kur nuk kemi ligji i naftës ku e përcakton në rregullimit mund shumë atër për 98 ka drejt ministria me ndërhyj. Kur nuk kemi konkurrencë, kur nuk kemi ofertë dhe kërkesë dhe nuk ka garë mes ndërmarrjeve, atëherë atë lind dyshimi që këtu ka një marrëveshje të bashkërenduar mes kompanive të caktuara. Sepse janë marrë vesh. E që vren ti ato? Sepse shkoni vetë, soj ki vetë që kaq, soj ki vetë që kaq, soj ki vetë që kaq. Në rregull, e merr një çmim, e shet që janë të gjitha të njëjta, këtu kemi një marrëveshje të thjeshtur. Dhe çka nëse i merr çmimin? Naftarët, naftarët masa ndëshkuese, po absolutisht, mund t'i ndëshkosh tregtarët, pse autoriteti kosovar i konkurrencës ka kompetenca të plota për me trajtu një gjë të tillë. Ta dha shembullin kur e kam pas, edhe pse nuk më lejohet me fol në detaje, kur e kam trajtuar rastin e naftës. Nëse e ke marrë rrugën prej QMI-s deri në Vushtri, secila pompë e benzinës e ka pas çmimin e njëjtë. Secila. Se janë afër njëra tjetrës. Pa marrë parasysh. Edhe kafeteritë kanë çmimin e njëjtë, se janë afër njëra tjetrës. Pasi që kemi marrë vendim sankcionues për 14 kompani, 2 kanë qenë liruse. Pasi që kemi marrë, kësoja asoj dite, merë rrugën prej QMI-s deri në Vushtri. Ki lloj-llojshmëri të çmimeve. Një 24, një 18, një 17. Mirë, çka u bë me ato? Zoti Berjani,
Dëgjoj veç shkurt isha lidhë me to se i na kom pas lidhë se një debat televiziv na kom për çto probleme me to. A të kujtohet? Kur thet që unë tash gabim e ki se s'ka çmim kartel, s'ka marrëveshje, as nuk ka asot. Sa a mund është Serbinë edhe Kosovën me bë bashkë çaq naftar, se treg i egër është. Apo kupton çfarë po do të thonë? Është treg i fortë. Që ajo problemi se ka shumë pika karburantit si qëtaj, ke po pika karburantit. Çdo 200 metra, çdo 100 metra ofër njëra tjetrës. Interesant, pse madje ju intereson kur janë krejt njësoj çmimet, ndoshta edhe nuk arrin ta kuptojnë se mund të ketë një marrëveshje. Po pyesim, pse për shembull nga pompa në pompë varion çmimi dikon 10 cent më lirë, dikon 15 cent më lirë. Me një lind dyshimi mos unë muj me thonë një se dikush do ta shes 15 cent më lirë, dikush 15 cent. Ndëgjoj, ka pika karburantit që bojnë biznesin familjarë. Edhe atu normal kanë kosto më të vogël. Pikat e karburantit më të mëdha kanë kosto më të mëdha. Kanë kosto operacionale më të mëdha. Shumë ralt jemi, jo tash do duhet ishte. Edhe kjo është ajo. Me pas dallime çmimi, kjo është normale. Kjo është oferta dhe kërkesa. Edhe kjo është ajo. Këta të vogël, jo tash është problem mimos, veç çto. Këta që janë me familje që i marrin pikat e karburantit, ata fitojnë më shumë se këta tjerë. Nuk japin paga, po. S'ka punëtor, s'ka kushtet. Po, që veç një sekund, letë për... Ta shpedi se unë se kuptoha, zotnia u konë ish drejtori autoritetit konkurencës. Shumë. Unë ka ra me ndjek një seminar, një nobelisti që miret pikrish nëse kanë dëgju, Jean Tirole, miret me organizimin industrial që tjera. Në vendet e bashkimit e Europian, ata që ju dheqin autoritetet e konkurencës, janë njerëz me doktoratura, edhe mënyrën që shi detektojnë, cilat janë marrëveshjet mshefta, i kanë modelet për me cilat detektojnë. Tani ajo është post efekti që ti pytë sa ki ti, i qëtë në dhomat ndryshme, edhe ti tu ki dyshim. Qëfar është model? Cilin e ndjekjen për ti detektuar? Çmimi. Nëse çmimi nuk të lëviz për kohë gjatë, nësa gjithë faktorët tjerë të lëvizin, ti ke pas, për shembull, edhe normën e interesin të Kosovë, nuk ka lëviz për kohë gjatë. A o që ashtu? Nuk jem... Dhe ta përfundojmë po? Edhe, autoriteti, unë e mendoj që problemi të tërkon, është te pikrisht të energjia, të sektorët, ku nuk mund më realizu konkurenca lirë. Aty, të regulator, na dumi me vendos njerës me integritet, sepse çmimi i naftës sot mund më konë kash, nesër bjen, kjo i nështrohet ekspozimit në bursë. Këto janë çmime shumë... do me thonë, pa qëndrushme. Po mëste gabojmë dishka. Inflacionin me çmimet në bursë. Inflacioni në nënkupton rritje e përgjithshme çmime. Edhe nëse kena pas na 11% inflacion, nënkupton që çmimet janë zhvendos me një nivel tjetër. Tashti, se shumë herë dhe diskutohet për shembull ka ramje të inflacionit. Jo, tempo e rritjes çmime u ngadalsu. Mi po inflacioni është në rritje, çmimet janë në rritje. Dhe që po rritet më ngadale, po. Prandaj, te sektori i produkteve reale, çmimet nuk tentojnë me ra. Zakonisht çmimet janë në rritje. Pavarësisht që... Ndërsa kjo i ekspozohet bursës, edhe bursa ka luhatshmëri vazhdueshme. Po të nësoj ma erët, gjëtrejmë për eksportus. Ta është